Shumë të dashur, shumë të nderuar shqiptar. Kam dëshirë thellë për ju që keni interes dhe si thuash jeni pak në fije të punëve religjioze, pra fetare të Shqipërisë dhe të kombit shqiptar. Nuk pretendoj ndonjë gjë të madhe, pretendoj vetëm të marr pak kohë, nëse ju mundeni, nga jeta juaj, nga koha juaj. Siç edhe e dim disa prej nesh, shumë të nderuar shqiptar, krishterimi në Shqipëri është identiteti ynë shqiptar dhe kombëtar kryesor. Pra më baziku, më i rëndësishmi edhe më i jashtëzakonshmi. Por siç edhe ju e dini, ne kemi dy lloje të krishterësh në kombin tonë, në Shqipëri. Këto jo për shkakun tonë, por për shkaqe politike të Perandërisë Romake të shumë kohërave më përpara. Kur perandori romak ndau perandërinë në dy pjesë, perandërinë romake. Pra në perandërinë romake të lindjes dhe në perandërinë romake të perëndimit. Edhe këtë e ndau perandori Teodos. Edhe vija në të cilën ai ndau, pra përgjysmoi perandorinë, u quajt nga emri i këtij perandori. Edhe sot, analet historike quhet si vija Teodosit. Kjo vija Teodosit pak a shumë të dashur shqiptar kalonte pothuajse ku është kufiri i sotshëm midis Malit të Zi, Kroacisë, Bosnjës edhe Serbisë. Pra nga Bosnja e lartë ishte nën krishterimin edhe nën administrimin politik të Perandërisë Romake të Perëndimit, edhe nga Malezia, Serbia e poshtë, pra nga ana lindore, nëse keni parasysh hartën, u administrua nga Perandëria Romake e lindjes. Dhe kjo vijë administruese të dashur shqiptar ndau Ilirinë në dy pjesë. Në dy pjesë. Kjo vijë, sipas mendimit tim dhe sipas gjitha gjasave, është vija që ndau Ilirinë. Ilirinë e Ilirëve. Bëhet fjalë dashur shqiptar nga vitet 300 e ca pas Krishtit. Pra vija Teodosit. Edhe këtu tani fillojnë dallime mëdha, dasi të mëdha në Iliri. Kështu pra pak a shumë, por vitet kalonin, popujt qarkullonin, dyndeshin dhe arritëm këtu ku jemi sot. Por kjo nuk thot dashur shqiptar që ne të tërhiqemi, të largohemi
nga përkujdesi ynë i arbrorëve ortodoks. Ortodoks është një fjalë ortodoks, është një fjalë greke në fakt, ortodoks, besimi drejt, sipas atyre, por slavët, fjalën ortodokse ka të zëvendësuar me termin pravoslav, që nën kupton ortodoks. Edhe që edhe më saktë nën kupton besimi lindor i krishtrimit, pra i ritit lindor. Jo i ritit grek, jo i ritit slav, po i kishës lindore. Këtë kuptim ka. Pra kisha lindore, ortodoksizm lindor, për grekët quhet ortodoksizëm, ndërsa për slavët quhet pravoslavizëm. Edhe për ne shqiptarët, ne e thërrasim pak a shumë se që thërrasin pra krishtrimi lindor, se që thërrasin bota greke. Edhe ne quajmë ortodoks, për të dalluar, për të veçuar nga krishtrimi perëndimor katolik. Ne tani pothuajse edhe ne shqiptarët e kemi përvetësuar këtë fjalë, ortodoksizëm, edhe për tukurin. Pavarësisht se unë për vetën time jam për fjalën krishtrim lindor, dhe as ortodoksizëm dhe as pravoslavizëm. Slavët jo më kot, pra jo pa hir e kanë vendosur ta quajnë ndryshe. Por është e njëjta gjë. Pra, krishtrimi lindor, i cili dallon shumë kuptime nga krishtrimi katolik, nga krishtrimi perëndimor, gjendet dash shqiptar në gjithë shtresën shqiptare arbrore, edhe në Dardani pra në Kosovë, edhe në Shqipërinë të Veriut, edhe tek shqiptarët e Maqedonisë, edhe tek ne shqiptarët e Shqipërisë, edhe në Epirë, edhe në Arvaniti, pra në ato hapësira ku banojnë arvanitësit, edhe tek shqiptarët e Turqisë, Stambollit, Konstantinopolës apo Thrakës. Duke qenë që kjo çështje duket disi e konklavitur, por në fakt nuk është e konklavitur. Unë kisha një propozim. Drejtuar kryepiskopit të Shqipërisë, i cili është quajtur pra në shqip në ilirisht Fatmir, edhe i cili e ka ndërruar më vonë, pra Fatmir Pelushi, i cili e ka ndërruar më vonë sipas krishtrimit lindor Joan. Në fakt, i shqiptarizuar, ai e ka emrin Gjon, pra Fatmir ose Gjon Pelushi. I drejtohem atij, duke i thënë që kryepiskopi i Shqipërisë nuk mund quhet i Shqipërisë. Pra nuk është adekuate, nuk është e përshtatshme, nuk është e përputhshme. Kryepiskopi i kishës lindore ose i ortodoksizmit duhet quhet kryepiskopi i shqiptarisë, i Arbërisë edhe i Ilirisë. Pra t'i ketë të trija këto kategori, të cilët ruajnë vjushmërinë, pandërprershmërinë e kombit shqiptar. Se në fakt, i ka 3 kategori në fakt. Ai quhet kryepiskopi i Tiranës, Durrësit edhe i gjithë Shqipërisë. Pra i ka këto 3 kategori. Atëherë pse mos quhet kryepiskopi i Shqiptarisë, i Arbërisë dhe i gjithë Ilirisë?
Çfarë problemi ka këtu? Nëse bëhet fjalë, nëse ne kemi autonomi, se ç'është e vërteta, identiteti jon në Ballkanin Perëndimor është i lidhur pashmangshmërisht me kishën lindore. Pra jemi ne, shqiptarët, ata që e kemi themeluar, e kemi pranuar me ligj këtë fe, pra fen e Krishtit, fen besimin në Krisht, besimin e krishterë. Pra ishte Konstantini i Madh nga Nish. Tani unë deklaroj, unë jam një shqiptar laik, jam afetar. Jo ateist, po afetar. Nuk besoj në fe abramahike. Por kjo nuk do thot që unë mohoj këtë identitet i liro arbror, shqiptar prej 1900 ose 2000 vite në mënyrë të pandërprerë. Askush nuk ma mohon mu që unë të mbaj këtë qëndrim. As shteti, as religioni dhe as opinion. Prandaj, për këto arsye themelore, bazike, identitare, të linjës fanoliane, visar gjuvane, nëse mund të quajmë kështu, ne detyrohemi, në shqiptarët detyrohemi që mos e heqim dorë nga krishtrimi lindor apo nga ai ortodoks. Dhe të largojmë sa më shumë duart ballkanike, grekoslave nga ky besim i liro arbro. Është detyrë e kryepiskopit të Shqipërisë, të Ilirisë, të Arbërisë dhe gjithë Ilirisë, Fatmir Gjon Pelush, të përkujdeset për popullsinë shqipfolse, të ritit lindor, pra të ortodoksizmit, në Shqipëri, në Kosovë, pra në Dardani, Maqedoni, në Arvaniti, në Kalabri të Arbëreshat, edhe në Turqi, në Bullgari, edhe në të gjitha kolonit, ku ka shqipfolës ortodoks. Është detyrë e juaja i hishmi krye peshkop. Që përpara një shekulli, problemet e rritit lindor pra të ortodoksizmit janë të regjistruara si probleme shqiptare, flas pra për kolonit e shqiptarve jashtë Shqipërisë. Pra kisha janë ortodokse, pra e rritit lindor, kishe përkujdesje për shqiptarë. Dashur kryepeshkop, i hishmi kryepeshkop, shqiptarët ortodoks, cilët kanë humbur gjuhën në Maqedoni, në Malzi, në Greqi dhe në Turqi, është detyra juaj të përkujdesin për ata. Dhe të prodhoni klerik të ndershëm që kujdesen për kishën e tyre i liro arbror. Do thoni ju, po cili je ti? Unë jam vetë një shqiptar, që nuk mund ta kaloj këtë çështje kaq lehtë dhe kaq në mënyrë të papërgjeshme, siç e kalonin gjithë ju. Për kaq sa fola unë nuk kam dalë
kur as pak nga të gjithë dëshmorët, nga të gjithë martirët e mohuar, të përbuzur të kishës lindore të Shqipërisë, pra të ortodoksizmit shqiptar, që nga Staf Melani, Papa Krishtin e Govani, Vanoli, Hadisën e Gjovani, Kostadi Kristoforidhi, dhe Skaltodri e tjerë me radhë. Unë jam brenda lijes i ndëruar. Prandaj, e bëra këtë thirrje publikisht. Unë juroj shëndet dhe mirë bashkë bisedofshim. Miru pafshim edhe gjithë mirë.